Edhe një. Po, leqë. Që meriton këtë. E shtër meriton. Për mama. Teşekkür. Che esce? Ha sido lui mu? Hadi in midis parası. Varımız çocuk. İyiydi. Bravo. Faleminderit. Adokatje. Okej. Oraya Po, gote da, broj. Si izrađeš? A to nije Valdis. Je ka marrë nan. Merci, krenari. Shumë është krenari. Bravo. Agora, se não já... Albania, presidente. Того не буду. Bravo. Tamam. Haydi. Haydi. Deputet, minut. Over here. Bravo. Haydi. Bunu. Shëkimjer, intelektuali mirë, sportisti mirë, me kamë dhe me kry dhe ma shumë. Plus i kemi të nërë, plus kjerme se kohën tonë s'kena ditë me full shqip, i këtë ditë italisht. Ashtë të vërtet? Ashtë të vërtet? Ja, unë të da që derat që i ki fatë. Edhe një me aparat. Hymë fare. Dhe më rëgjit me lujtëre me një. Se kishemi, a dzëve zëvishi, kishemi kërëp me lujtëre me një.
Esh, mirë, pas tu jo. Duhet të macet video. Çekat, direkt video. Rreth 2 minuta po s'kam ndaj. Razot mor. Razot. I vajam, s'kemë. Kam son shen. Faleminderit tonëve që keni ardhur sot në këtë promovim të librit kushtuar një prej emrave më të mëdha të futbollit shqiptar dhe futbollit shqiptar, profesor Selamidanit. Vetë titulli i librit që Faik Sadiku ka zgjedhur, artisti gola me kokë, tregon edhe veçorinë kryesore të profesor Selamis në lojën e tij si futbollist, por padyshim që 210 faqet që ky libër ka tregojnë shumë gjëra. Sigurisht nuk janë thënë të gjitha gjërat që Selamidani ka dhënë për sportin. Ka bërë për sportin e futbollit në Shkodër në Shqipëri. Por besoj që në kujtimet tuaja ju do të keni mundësi të tregoni disa nga elementet kryesorë të Selamidanit si sportist, si trajner, por edhe si njeri. Unë duhet të përgëzoj autorin e librit, Faik Sadikun, sepse po bën një punë jashtëzakonisht mirë. Ka bërë disa libra të mëparshëm për të tjera figura të futbollit shqiptar dhe futbollit shqiptar, si Xherdes Shaqiri, Mohamed Dibra, Metin Zhega, Sababizi dhe sot është libri i rrallës për artistin e gola me kokë, profesor Selamidani. I ftoj një dorë të gjite për këtë njeri që për fat ndonte ka mush 83 vjeç përpara pak kohësh, e kemi sërish mes nesh dhe shpresojmë ta kemi sa më gjatë. Madje ja bërë edhe ftesën sepse ditën e diele klubi futbolli Vllaznia ka menduar të organizojë një festë të madhe me rastin e 107 vjetorit të themelimit të klubit dhe besoj që prania e figura si Selamidani dhe të gjithë të tjerëve që janë këtu në këtë sallë i bëjnë nder Vllaznisë dhe futbollit shkodran sepse kontributi i tyre për ngjyrat kuqe-blu, për klubin Vllaznia ka qenë jashtëzakonshëm. Unë do ftoj autorin e librit Faik Sadiku për të na thënë dy fjalë për mënyrën si e ka ndërtuar këtë libër, inicimin pse ka marrë këtë iniciativë dhe diçka tjetër në lidhje me figurën e Selamidanit. Një dorë të gjitje për Faik Sadikun. Mirë se keni ardhur, respekt të gjithëve që keni ardhur në ru figurën më shqume të futbollit shkodran atij shqiptar, profesor Selamidani. Ky emri i shquar përveç se ka luajtur vetë futboll me ekipin e Vllaznisë periudhën 60-70, po ka nxjerrë një brez talentash që kanë bërë histori në gjithë Shqipërinë edhe jashtë. Të përmend me radhë është janë të shkruar edhe libra atë, po unë s'mund t'jep koment më tepër që ka librin dorë, ai mund t'a lexojnë edhe të fokusohet në ta. Pa gjithsesi unë nuk du mu zgjatë më në këtë drejtim se unë ata që kam qa me folë s'kam t'ka ftas se janë libër. Kështu që respekte, Zot ju rujt, dhe ju rujt profesorit, jetë e shnet, sa më tepër midis nesh, se ky është një ndër legjendat, 3 legjendat që kanë mbet në fjalë, Xhodet Basha, Frederik Çapaliku edhe Selamidani. Këta janë të tre. Tjerë janë gjallë urej jetë e shmet. Zot i rujt. Faleminderit Faik. Klubi futbolli Vllaznia ka qenë gjithmonë pranë veteranëve të futbollit, pranë atyre që kanë kontribuar për ngjyrat kuqe-blu dhe është pikërisht sot presidenti zoti Alban Xhaferi që të dorëzoi fanellën. Ai atë fanellë me të cilën Selamidani ka nderuar me numrin 10, profesor Selamis. E ftoj zotin Xhaferi për të dorëzuar fanellën me numrin 10, Selamidani. Po një vizej të profesorit, a shimë dorë aty.
Uër e Selamis, unë e përgëzej shkriptarin Fajk Sadiko për këtë punë mrekullueshme që ka bë, që përfiton figurat, emrat e mëdhenj të vllaznisë, që Selamidani, i cili kush e ka përjetuar atë kohë, besoj se e din vlerat e tij fantastike që ka pasur si futbollist dhe si emër i madh. Klubi vazhdimisht mundohet me i përkujtu këta figura, sepse këta janë ADN-ja vllaznisë, janë identiteti i vllaznisë. Vllaznia është e përhershme, ne të përkohshëm, na kena për detyrë në lloj maksimumin. Kështu që përgëzoj shkrimtarin Fajk Sadiko dhe ju uroj jetë gjatë Selamidanit. Inshallah kena sa më shumë pranë nesh. Faleminderit për respektin. Gjithashtu edhe ditën e dile, na kena planifikuar me qenë se përkon edhe me 107 vjetorin e klubit, kena planifikuar me këtë ditëlinje me bë një event që ta përkujtojmë gjithë bashkë, është detyrë e gjithë secili çdo shkodranit që e njeh vetin tillë, përkujtojnë vllaznin, ta i bëjnë thirrje gjithë sportazhëve, anë mban jo vetëm Shkodër, por edhe gjithandaj institucioneve, politikës, figurave, veteranëve të cilët i kemi ftuar në tribunën kryesore, që të jenë sa më shumë pjesëmarrës ditën e dile, ta përkujtojnë vllaznin, do ketë një surprizë, një shfaqje të bukur. Dhe gjithashtu të mbështesin ekipin drejt objektive për titull kampion. Kur përmendim emrin Dani, natyrisht të gjithë kënaqemi për atë çfarë ka lënë Selamia. Por fat mirë, sot kemi një trashëgimtar, pjesëtar familjes Rowen Dani, është një nga emblemat më të shquar të Akademisë Vllaznia, i cili ka njëjtin pozicion, është sulmues tek Akademia Vllaznia dhe shpresojmë që të ndjekë rrugën e Selamidanit. Megjithatë, në emër të familjes do të ftoj vajzën e profesor Selamis, Gentianën, një gazetare për vite me radhë në Radio Shkodër. Gjithëve që keni ardhur dhe po shpenzoni kohën për me kenë këtu të pranishëm në këtë gëzim tonin familjar, mund ta quaj kështu. Një falënderim shkon sigurisht në emër të familjes edhe për autorin e këtij libri, Fajk Sadiko, i cili na ka fal një dhuratë shumë të bukur që do ta marrim gjithmonë në zemër për njeriu tonë të dashur. Me të thënë vërtetën, unë nuk kam pas fatin me njët babin në aktivitetin e tij sportiv. Kam një kujtim shumë të vagullt, mund të kenë vitet 7-9-10 kur lunte flamurtari i Vlonës dhe Vllaznia e Shkodrës, veterant mes tyne, dhe kujtoj si tani kemi kënë knajt e shkallët të porta djathtas, kur babi i bani një gol me rafishjat. Inshallah kena të shumë, faleminderit shumë. Profe, nina ka hartu zoti me të pas dy ba. Faleminderit Gentiana, do të ftoj një nga kolegët e Selamidanit, njëri që ka luajtur për disa vite me të, zotin Rauf Çanga, për të ndarë disa kujtime të karrierës së Selamidanit. Ashtu me fort për Selamidanin duhet minutat tona kujtimet që kena me të. Selamia filloi 61-shën me të rit, me të reshe e famshme Zan Ragami, Selamidani dhe Esed Rakiqi. Iken prej të rive i të zëllën suve në Brazion, unë është atë quva kim dibër me këta. Do të ftoj mjekun sportiv, një njeri i cili është moshatar me Selamidanin, doktor Zyti Çoben, për të na dhënë disa kujtime për karrierën e Selamidanit. Por, para gjithave, duhe falënderu Fajkun, që ka marrë iniciativë me këta grupë futbollistash kush i ka përjetu, i vlerëson më mirë që mes tyre është edhe Selamidani. Ne jena pothuajse moshatar. Unë kam pa filluar me basketbollin, ky Esad Rakiqi filluar me futbollin, kështu që gjatë kohës që unë isha student, të gjithë aktivitetin e tyre niqe, sidomos kur ishin rastet në Tiranë. Gentiana, por edhe doktor Zëdia përmenden që Selamidani është dalluar jo vetëm si sportist, por edhe si mësues dhe si trajner. Besoj që një nga nxënësit, ndoshta jo nxënës i mirë, por si trajner i mirë,
po ra përcjell këto emocione sot Edi Martini me vllaznin, duke shpresuar që na dhurojë emocione deri në fund. Ne ftojmë Edi Martini na dhurojë disa emocione të jetës me profesor Selamidanin. I desh për më thote profja, thote për pora më thote që kena hek me ty me të vunotët. Dhe unë profet me thonë drejten e kam pas gjithmonë kundërshtar në shkollën Gjeradin Fishta, ne ishim në ekip tjetër, po e vetmi person, nështë ajo shqyme edhe për i babës tema, kur flite për profesor Selamin, flite jo vetëm si futbolist, po edhe si njeri, ishte respekti trashëguar për familjes teme për profesor Selamin. Mandej në rratë e shkolla Gjeradin Fishta, po kur ishte profesori aty s'u bosha kur me nerva, sepse si humte si fitote kishte i qetësi që na jep të tonëve, edhe ka një një që ka reflektuar gjithmonë mirësi. Kryefjala e futbollit shkodran dhe shqiptar në këto 2-3 vitet e fundit është padyshim Bekim Balaj. Njeriu që fiton kputucën e art, topin e art, njeriu që ashtu si Selamidani pikën më të fortë ka ndorë ta lojë në ajër. Ftoj Bekimin i cili në çdo intervistë se ti e përmend Selamidanin si njeriu e parë që i dha këshillet për futbollin. Përshëndetje të gjithëve, realisht kënaqësi për mua që më jepet mundësia me thonë dy fjalë për profesorin. Kontributi i tij për shumë breza për atë që ka dhënë futbollit shkuadron aty shqiptar dihet. Por mund të them për eksperiencën tënde, ndoshta si një nga nxënësit e tij të fundit, aty brezit të fundit futbollistëve që ka stërvit. Realisht na boni mu afru të futbolli, me dosh futbollin, në atë kohë që u hap ekipi i profesor Selamis, ishte këtë zona noce, zduda, si Dulla Kryqi, këtë vëllën jo la mundësi, në gjitha di brez fëmish, afrohen të futbolli, pasi, si që kujtoj, këtë mirë e hapi ekipin falas. Do të ftoj zotin Nadir Erkoçi, i drejtorin e shkollës Gjeradin Fishta, për të dhënë disa kujtime, disa fjalë për Selamidanin. Përshëndetje gjithëve, kam kënaqësinë që jam sot në këtë promovim, sepse zakonisht ne bëjmë promovime post-mortem. Shqyqër që kemi gjallë, inshallah për shumë vitet e tjera, si mik i vjetër i familjes Dani, 70 vjeçar, në atë familje hyj dhe dalë dhe hyjnë dhe dalën dhe tekun, kam shumë kujtime. Aq shumë kujtime sa unë nuk e besoj që në libër janë pasqyruar gjithë këto kujtime, prandaj po përpiqem të sjell disa gjëra të vogla, por që ne si të ri atëherë na kanë lënë shumë përshtypje. Sot kemi një mysafir të veçantë nga Tirana, një koleg i autorit të librit, zoti Sokol Çoka, që do të thotë dy fjalë. I respekt jashtëzakonshëm edhe kurse që më e më i gëzuar dhe më i lumtur dhe më krenar se sa sot që jam në mjediset e stadiumit Laro Boriçi të Shkodrës, me këta të nderuar pjesëmarrës, elita e futbollistëve shqiptar në 5-60 vitet e fundit, plus kënaqësi e veçantë që profesor Selamidani sot në këtë promovim libri i lartësohet akoma më shumë emri, figura dhe jeta e tij sportive në skuadrën e vllazisë dhe skuadrat më të mira të Shqipërisë. Unikësisht do të them edhe dy fjalë për mikun tim, Faik Sadiku, një ndër oficerët më të mirë të policisë në shumë vite në policinë e Tiranës. Mund të afrohet zoti Muzafer Dani. Futbolli ka dhuru gjithmonë emocione, e në mënyrë të veçantë në Shkodër. Vllai Selamidani ka filluar futbollin në mënyrën më të çuditshme. Njëherë si portier, mandej kaloi edhe në sulm. Po më një moment kur i kanë kërkuar me lujt mbrojtës i qendrës, mos gabohem me Elbasanin. Atë detyre pa të shkruaj shumë bukur. Duhet se e pa të mujtë Elbasanin 1-0, mi kam qenë atë nuk e kujtoj mirë. Kjo difton si ka qenë person i disiplinuar. Kur ja shkërku një detyrë, ai e ka zbatuar më një herë. Gjevatër pishti kur Muzafer Dani. Emri i parë dhe i Dani dhe vazhdon të njihet jo me këta 4.000 emra, por si një futbollist shumë i talentuar kuptohet edhe si një
që është shumë e rëndësishme ta theksoj si një intelektual i vërtet i qytetit tonë. Pse e them këtë? E them sepse unë e kam përjetu nga afër gjithë këtë shkallë intelektualizmi të Selamidanit, gjithmonë i gatshëm me lexu, gjithmonë i gatshëm me shkëmby libra me të tjerë. Në një diskutim, pak si fsheta se jemi para vitit 1990, duke diskutu për fishte, të nesërmen me qetësinë më të madhe, Selamiu më dhuroi një libër. Nuk e kam i tham këtë libër në shtëpi, kishte disa pashikuj të fishtes. Dhe dinish më dhuroi një maturi vepra të fishtes, Anxha i Parnasit. Nuk e di a kujton profesor Selamiu këtë, apo se kujton, po unë Anxha i Parnasit të fishtes e kam dikir dhurat nga Selamiu, i cili va marru në institutin menor, sepse nuk e ushtoj këtë profesor, por o ba një